nisim këtë takim me një prezantimin ton. Unioni i Gazetarëve Shqiptar, Profesionistë të Diasporës, është regjistruar në Zvicër më vitin 2021, përbëhet nga gazetarë shqiptar që ushtrojnë profesionin e tyre në Zvicër, Itali, Francë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Misioni qendror i shoqatës sonë është liria e fjalës dhe e mediave, si një domosdoshmëri etike për një shoqëri të lirë demokratike. Zgjedhjet lira të drejta të ndershme janë baza themelore për një demokraci të vërtetë e funksionale. Roli sovran i mediave, të cilat nuk ju nështrohen trysnive dhe joshjeve nga regjimi dhe tentakulat e tij të zeza financiare, është i pazëvendësueshëm që Shqipëria të ketë zgjedhje të standardeve të demokracisë perëndimore. E pikërisht në këtë fokus ka nisur dhe ky cikël takimesh virtuale i unionit ton me politikanë e kandidat në zgjedhjet parlamentare dhe në zgjedhjet vendore që e kemi titulluar pikërisht 7 pyetje. Ju prezantoj bordin drejtues të Unionit të Gazetarëve Shqiptar Profesionistë të Diasporës, zoti Skënder Buçpapa, kryetari urdhrit ton, që lidhet nga Zvicra, zoti Artan Kutra, që lidhet nga Franca, nënkryetari i shoqatës ton, zonja Elida Buçpapaj, që lidhet nga Zvicra, zonja Rafaela Prifti, që lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Ardian Muraj, që lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, zoti Genc Burimi, që lidhet nga Franca, dhe unë Alba Kepi, që lidhem nga Italia. I ftuar i bisedës tonë në studio, 7 pyetje, është kandidati i pavarur për Bashkinë e Beratit, zoti Pavlo Shkarpa. Qyteti i Beratit shkon në zgjedhjet parakohshme në 9 nëntor 2025, pas dorëheqjes së kryetarit të bashkisë Ervin Demo i Partisë Socialiste, i cili u zgjodh deputet në zgjedhjet parlamentare të majit 2025. Kjo dorëheqje erdhi në bazë të ligjit për qeverisjen vendore dhe aktualisht detyrën e kryetarit të bashkisë në Berat e mban Ervin Ceca, i komanduar nga Këshilli Bashkiak i Beratit. Për kujtesë të publikut që na ndjek, nga viti 1992 deri në vitin 1999, Berati është drejtuar nga Partia Demokratike. Prej vitit 1999 deri sot, drejtimi i bashkisë ka qenë në duart e Partisë Socialiste. E nisi me njëherë këtë bisedë në studio, 7 pyetje, dhe fjalën e ka kryetari i shoqatës sonë, zoti Skënder Buçpapa. Shkarpa, unë ju përgëzoj juve dhe gjithë kandidatët e pavarur që morët guximin të vini kandidatura tuaja në këtë periudhë kur pushteti i Partisë Socialiste në Shqipëri është me i fortifikuar së kur. Pyetja ime është që cila është strategjia juaj për të mposhtur mitin e pafundshmërisë Edi Ramës dhe të pushtetit të tij. Të nderuar bashkë shqiptarët e mi, ju falenderoj nga zemra për këtë emision dhe këtë intervistë që po më merrni. Dhe pyetja juaj, zoti Buçpapa, është një pyetje shumë e rëndë, shumë intelektuale dhe shumë e rëndësishme. Pra, unë strategji kam dashurinë mbi qytetin tim. Të flas dhe të komunikoj me gjithë qytetarët e mi, t'i marr zemrën atyre dhe t'i jap shpirtin. Unë nuk kam armë të tjera. Arma ime është njohuria që kam mbi Beratin dhe dëshira për të projektuar një Berat tjetër në të ardhmen. Problemi është se unë në gjithë fushatën time ballafaqohem me një kupolë të egur të Partisë Socialiste, e cila për fat të keq në ekshtje bën punët e këqija. Në fasadë tregon punët e mira. Unë po ndeshem me shumë gjëra që janë të dhimbshme dhe të kopshme, kjo shpreh, por ruaj një etikë. Unë e mora këtë iniciativë në këtë gjendje, në këtë klimë të zgjedhjeve
të parakohshme në qytetin tim, pasi kam qenë kryetar i shoqatës dhe vazhdoj të jem kryetar i shoqatës Antipatereja, emri i parë i Beratit, dhe kam luftuar fort për qytetin tim Berati për shumë probleme, por më kardinali, më i madhi ka qenë lobimi që kam bërë për UNESCO. Do më falni, 2005 ne kemi qenë në Strasburg dhe në godinën e UNESCO-s në Paris dhe kemi bërë takime si me Mansurën, që ishte drejtori ekzekutiv, dhe me këshilltarin e tij Azefim Beshaush, dhe pastaj kam vajtur në platën e madhe të Këshillit të Evropës, ku prezantova Beratin tim me një dokumentar, me një ekspozit, dhe kam folur në 52 ambasadorë, në pranimi të 52 ambasadorëve, ku dekani i trupit diplomatik ka qenë ambasadori i nderuar Shpëtim Saushi. Sekretari i përgjithshëm i këtij këshilli ka qenë zoti Terides. Në këto momente Gjirokastra lobonte fort me Ismail Kadaren, me të ndjerin Kadaren dhe me të madhin Kadaren, lobonte fort me Agimeron, me Mojkom Zeqën, të ndjerin Mojkom, dhe ne lobuam si Berat me Pandelit Sinën, profesor doktor Nderi Kombit, unë si inxhinier në Shkarpa, si inxhinier restaurator, një miku im ekonomist që sot nuk jeton në Gjergjësan. E veçanta e këtij lobimi ishte se ne nuk ju drejtuam shtetit, as bashkisë Berat. Pasi nuk na shikonte me syrin pozitiv, por na shikonte me një sy që çfarë bëjnë ta. Dhe i kemi vajtur me lekë tonë, me gjakun dhe mundin e familjes tonë. Me bizneset tona, që edhe unë kam një biznes, punoj me gjithë familjen time, me këtë mund kam shkuar deri në UNESCO. Dhe aty kemi marrë një gjë shumë të bukur në atë plate, ku zoti Dejs, pasi ne ekspozuam qytetin tonë, tha një gjë. Nëse Pjetri i Madh i Rusisë e shikon Europën nga një dritare e Peterburgut, tashmë ju shqiptarët e shikoni nga një dritare e Beratit. Kjo ishte një kënaqësi që në morë dhe një premtim politik nga ky organizëm i madh i Këshillit të Evropës, që ne do të fusim dhe Beratin në njësit me Gjirokastra. Dhe Gjirokastra u fut për vlerat e saj arkitektonike, ndërsa Berati u fut për vlerat arkitektonike, por edhe për një veçantë tjetër, që në Berat ka lindur dhe është themeluar bashkëjetesa fetare. Në Berat është gjendur një ikonë që daton shekullit 17, ndërtuar nga shkolla e Onufrit, që është unikale në botë, dhe ne këtë ikonë e çonim deri në zyrat e UNESCO-s dhe deri në zyrat e Këshillit të Evropës, dhe vërtet është, nëse keni parë këtu lart në Kalan në Muzeun Ikonografik Onufri, ajo është e varur atje, por asnjëherë nuk bënin asnjë lloj interpretimi. Interpretimin e saj e bëri Ciceroni Berati, ishte drejtori i muzeut Berat, profesor doktor Yusli Motova, një ose mirë i qytetit. Dhe patën një kënaqësi. Dhe kështu ndodhi. Edhe pse donin UNESCO të përkuste vetëm qendrën historike të qytetit tim, ne kemi ngulur fjalë që Berati do të pranohet i gjithë siç është Berati. Dhe kështu va, në Kanada, në korrik të vitit 2008, Berati u transkriptua në këtë kulturë të lartë të njerëzimit. Dhe ne morëm një pashaport. Qyteti im mori një pashaport, pashaportën e UNESCO-s, e cila nuk është një organizim financiar, por është një fytyrë për të vënë në institucione ndërkombëtare financiare vlerat e qytetit tim për të bërë projekte dhe për të tërhequr fonde për zbatimin e këtyre projekteve. Sinqerisht, zoti Buçpapaj, duke ju vlerësuar edhe juve për vlerat tuaja intelektuale dhe gazetareske, unë po ju them me përgjegjësi morale që gëzuam sepse pam impaktin e parë që kjo futje në UNESCO rriti me njërë vlerat monetare të banesave të qenë historike. Nëse një shtëpi në Kalan e Beratit shitesh 3 milion lekë të vjetra, tani nuk shitet më, shitet 400 milion lekë të vjetra. Pra, një ndryshim drastik i çmimeve. Edhe mua kjo më gëzonte shumë një gjë që po ecte. Por Bashkia e Beratit në atë kohë nuk ishte transparent me ne,
si shoqëri civile. Atëherë, për mos të zgjatur në pyetjen tuaj, unë vendosa të kandidoj si i pavarur me një mbështetje që po më jep opozita shqiptare dhe e falenderoj gjithë opozitën me Partinë Demokratike në krye dhe unë jam nështruar kësaj zgjedhjeje si kandidat dhe njerëzit në Berat e dinë që unë kam bërë një gjë të tillë. Pra, ata i mbajnë të fshehur fondet që jepën nesër. Ata bëjnë investime të kota në qytetin tim, dhe kjo është shumë e dhimbshme. Në fakti që unë jam inxhinier dhe i di çfarë po bëj, sepse e njoh qytetin, mos harron, i njoh shumë i qytetit, prandaj dhe dashuroj. Atëherë, ngrita këtë strategji dhe thash si do punoj unë për ta fituar të mandat. Me një sakrificë shumë sublim. Ta janë shumë të armatosur, në thonjza, dhe përdorin të gjitha instrumentat e tyre politik, pushtetor, vendor, policor, shishor, të gjithë këta arsenal të madh që ka shteti shqiptar, që unë, edhe pse po kandidoj, edhe pse po bëj një fushat shumë të bukur, i kam marrë plagët e qytetit tim në një rubrikë që po i dërmoj duke i thënë, këto janë plagë dhe ju keni bërë këto gabime. I kam ftuar kryetarin e bashkisë që u largua, që më ka bërë përshtypje largimit i tij, që dha dorëshe, pavarësisht është konform me ligjit, por premtimet e tij la përgjithësi. Dhe në çdo takim që unë bëj, më flasin shumë keq. Por unë duhet ndalem, do t'ja përgjigje edhe një herë pyetjes. Platforma ime është e thjeshtë, është e ndershme, është me fytyrën time të pastër që nuk ka pika të zeza, dhe njerëzit po më presin dhe shpresoj dhe besoj që në eshtje edhe do me japin votë. Kam frikë shumë njerëz. Kam frikë se më heqin nga puna. Bile, unë po ju denoncoj ju si union gazetarëve që jeni vërtet prestigjioz, të përcjellni në gjithë organizmat që ju mbulon në Europë, pse jo dhe në Amerikë, që ne jetojmë në diktaturë në demokraci. Pra, ne jemi në një sistem diktatorial në demokraci, që është më i dhimbshëm dhe më i tmerrshëm se sistemi diktatorial në sistem. Domethënë, nëse sistemi Enver Hoxhës ishte sistem diktatorial, sot është më i dhimbshëm dhe më i keq dhe më i rrezikshëm se sistemi diktatorial i Enver Hoxhës. Sepse këta të lënë të flasësh, pastaj të klikojnë Facebookun, të shikojnë kush të ka klikuar dhe të thonë, ne do ta heqim kembin nëse ti e voton. Më thirrën thanë që punon në një institucion financiar në Berat dhe thanë, po të pamë vllahën, ne do të pushojmë nga punë. Pra, to janë dhimbje. Dhe unë i quaj dhimbje të tmerrshme, sepse nuk e mendojem një gjë të tillë. Sepse këta fondet e UNESCO-s i marrin dhe nuk tregojnë ku i çojnë. Prandaj edhe unë është motivi që kandidova për kryetarin e bashkisë. Pa do ta fitoj. Le të shpresoj te qytetarët që më kuptojnë. Por vështirë është. Shumë është. Unë bëj një luftë me një palë që është 50 kilometra larg me. Që i bën me forestratët e bashkisë, më fal ato takime. Që i bën me fondet e bashkisë takime. Që i bën me biznesmenët dhe mua nuk më vjen njeri. Nuk më vjen njeri sepse kanë frikë. Në eshtje kuptoj shumë gjëra. Duhet ndryshim, mirupafshim, largohë mos më shikojnë. Pra, unë po bëj një fushat në Trusni. Ta kuptoj Edi Rama dhe kam kërkuar Edi Ramën edhe në ballfaqim, ballë për ballë, në çdo televizion shqiptar apo në sheshin qendror të Berat. Kam kërkuar ish kryetarin e bashkisë Edin Demo, atë që sot është ministër në pushtetin më dorë. Ndërsa këtë djalin e vogël nuk e kam kërkuar, se ky është i vogël. Ky është një shkollë, do jetë i tyre nëse do fitojë. Unë e di që prapë, dhe këta kanë dhe një gjë të bukur, do vazhdojmë punën të mbetura. Këto është për të vënë duart në kokë. Përveç këta nxjerrin në Facebookun e bashkisë vetëm mangalemin në pamje, nxjerrin kalan në pamje. Kjo nuk është meritë të tyre. Kjo është meritë të parë ta. Ne kemi një gjë për ta rrotuar, që mos t'ia dorëzojmë brezit që vjen fotokopja. Ja japim, me dashuri
Dhe të themi rojeni si shta i danë para ta. Por këta, nga fakti që nuk e njojnë qytetin e Beratës, se edhe shumë të tjerë nuk kanë qenë Beratës që kanë kandiduar në kryetarin e bashkisë, nga fakti ta kanë bërë një mishmash qytetit. Prandaj nuk duhet të jem shumë kritizer, por fakti që përballë kam një avion shumë supersonik, shumë të sofistikuar, unë po punoj si një njësit burriki. Po vete po i takoj njerëz në shumë takt për mos t'i shkaktuar asnjë lloj dëmi. Kjo është shumë e dhimbshme. Më trishton kjo gjë. Por i dashur Buçmavaj, unë nuk e i dorë nga kjo gjë rrugë, do ta vazhdoj se unë mendoj për Beratin tim 24 orë. Unë nuk kam dëshirë të bëhem kryetar i Bashkisë Tiranës apo i Fier. Jo, unë dua vetëm për Beratin. Kjo është dëshira dhe pasion. Jap fjalën zotit Artan Kutra, i cili lidhet nga Franca. Përshëndetje, zoti Shkarpa, sikundër e tha dhe kolegja, do t'ju bëj këtë pyetje nga Franca. Ju kandidoni për Bashkinë e Beratit dhe do të doja të dija çfarë propozoni ju për bashkëdetarët tanë shqiptar, ose më konkretisht për beratasit, banorët e Beratit që jetojnë jashtë Shqipërisë, larg Beratit, nëse ata do të duan të kthehen ose të investojnë në qytetin e tyre, çfarë propozoni ju për ta? Shkurtimisht. Po, atëre unë si inxhinier, edhe në programin tim kam shumë projekte për Beratin, kam martuar shumë projekte për Beratin, bile sot kam qenë në një lagje, në një pjesë të kurorës që vim mbi Beratin, këto fshatë që janë mbi Beratin, në Sinj. Dhe pikërisht në Mbola. Dhe kam thënë atje kam një projekt shumë të bukur të bëre si një pikë turistike, një atraksion për një ujë turistike për të çuar edhe në periferi, të çojë jo vetëm në qytet, por edhe andej të çojë turizëm. Dhe i thash, unë do ju bëj thirrje juve. Kush nga Mbolani, kush djalë nga Mbolani, ka lek pa bëj këtë pikë turistike. Pra, unë jam shumë i hapur që gjithë djemtë e Mbolanit, pra djemtë e Beratit, që kanë dëshirë të investojnë. Pasi kanë akumuluar një sasi të madhe parash, le të vinë. Pablo Shkar, pasi inxhinier dhe sekretar bashkie nesër, do të jetë shumë i hapur dhe shumë tolerant me ato burokracinë të këqija që njerëzit janë bajtur deri më sot për të marrë një shpejt. Dhe mua nuk ekziston kjo gjë. Unë kam hyrë me ndershmërinë time dhe duhet të dalë po me ndershmërinë time. Por unë e di që pushteti është i vështirë, të përgojon, të më falja i da, edhe të përdunon në thonjza. Por unë kam vendosur që të punoj kështu. Pra, dua të jap karakterin dhe ndershmërinë time në qytet. Por çfarë kam menduar tjetër? Në Francë, për shembull, ka një komunitet të madh Beratas, edhe sidomos të Lyon. Po edhe në Francë, në Paris ka. Unë kam menduar që të ngrej një godiv, një zyrë, për Bashkinë e Beratit në Francë. Një që do quhet antar i Bashkisë Beratit, që do punoj për të gjitha gjërat që ai do të ulumtoj, që do kërkoj çfarë kërkemi ne, që ai të kuptoj të vejtë komuniteti, që bashkia ofron këtë projekt për ju, ka këtë projekt për këtë person, ka këtë projekt për digitalizim. Pra, unë kam ndërmarrë ta çoj Beratin në identitet. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që të heqat Berat të Pirogushës, që Beri Pirogusha, kur ka qenë sekretar i parë, që prishi gjithë vlerat arkitektonike dhe historike të qytetit tim. Unë do ta çoj në identitet. Për shembull, ne kemi menduar me inxhinier që vajnë Gjeshani, se këtu i mund të dhe një ndërgazetar më prezioz që ka Berati Sulogoshinë, dhe unë po ju them një gjë, që ne kemi dy projekte madhore, sistemimin e lumit të Sumë dhe unazën e qytetit. Po sistemuam lumin në Sumë, si kemi menduar me atë projekt, kemi marrë dhe vekimin e të madhit profesor Harutin Hoxha, atëherë, kur ishte gjallë, ne përfitojmë 200 hektar tokë dhe do të thotë që lumin e çojmë në atraksion të lundrueshëm turistik, por edhe një qytet tjetër të Beratit që unë duhet ta vej, siç Kalaja, Mangalemi dhe jo kështu siç është ndërtuar qyteti im. Prandaj, këto projekte do t'i jepen diasporës të Beratëve që jetojnë në Amerikë, në Francë, të tjera, por të ardhur dhe për të investuar në Berat. Kjo do jetë me shumë dëshirë dhe shumë transparent.
Faleminderit. Vjojmë me fjalën e ka zonja Rafaela Prifti, e cila lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Faleminderit Alba. Përshëndetje zoti Shkarpa, faleminderit për bisedën me ne. Përshëndetje. Faleminderit. Përpara pyetjes, desha një sqarim, po ju dëgjoja me vëmendje në një përshkrim ose në një rezume të jetës suaj thuhet se në 2019 ju keni kandiduar për kryebashkiak të Beratit. Atëherë pyetja ime, faleminderit për konfirmimin, në fushatën e vitit 2025. Çfarë mund të thoni ju se është më e dallueshme në krahasim me fushatën e vitit 2019 për të kuptuar nga vëzhgimet tuaja, më politike dhe gjendjen e elektoratit? Edhe një herë, falenderoj shumë për pyetjen. Gjithmonë dashuria për qytetin tim. Kam gjetur këto mundësi. Sepse Partia Socialiste, me që është një parti në pushtet dhe ka vite që vazhdojnë në pushtet, dhe mendoj se do ta vazhdoj ende në pushtet, pra pa kthen vendi po ikëm përshket në pluralizmin politik. Edhe këto janë arsye politik, po unë nuk do të ngelet në politikë, se s'do të merr fare me ta. Pa të dëshirë, edhe atëherë, pa të dëshirë me mbështetje bindje demokratike në vitin 2019. Kam ardhur me të njëjtin program dhe atëherë, me këtë formë. Për dhe atëherë u persekutova, edhe nëse mora 4.500 vota, zyrtarisht më shënuar vetëm 1.000 vota. Sepse këta kanë probleme se unë i kam kritikuar. Kjo është pika. Pra, nuk kam lënë gjepa i thënë kryetarëve të bashkisë, jo për egoizëm, jo për krenarim, por për dashurinë e qytetit. Nuk bëhet kështu kjo gjë. Pse e bëni këtë gjë? Se s'na thërrisni ne, këta nuk të thërresin, nuk janë transparent me ne inxhinierë. Sa bukur më bëri pyetjen gazetari i Parisit, më tha që do bëni me komunitetin. Unë jetoj edhe në Tiranë, edhe në Berat. Po ka një komunitet që është intelektual, që kanë mbaruar shkollën në Bukone, që kanë mbaruar shkollën në Vjenë. Janë njerëz që duan të kontribuojnë për Beratin. Dhe këta nuk i thërresin. Kjo është e tmerrshme. Këta thërresin vetëm patronazhistët. Këta thërresin vetëm njerëzit që kanë brenda e mbyllin qarkun brenda Partisë Socialiste. Kjo është dhimbje për mua. Sepse unë i kam thënë kryeministrit tim, ore çfarë bën ti? Si arrin ti të thosh unë do bëj një ishull në Luminosum? Unë këto nuk i duroj dot, se unë e di që nuk mund të bëhet një ishull në Luminosum, kur Luminosum është një lumë prurës. Pra, këto kanë qenë motivet që kandidoj edhe tani. Por e kishë njëjti program. Të gjitha i kam në... Por këto nuk, këta konkurrojnë me projekte. Këta konkurrojnë me presione për votën. Këta bëjnë presione mësuesve. Bile sot është votuar një që ta dini të gjithë juve, që ne nuk kemi të lirë në fushatën që po bëjmë. Këto mësuesët dhe pedagogët dhe drejtorët po i drejtojnë, po ndihmojnë fushatë, janë të dokumentuara. Po të hapësh Facebookun e deputetit Fadil Nasufi, gjen këto gjëra, janë të dhimbshme këto. Prandaj dhe thash, po jemi në diktaturë, në demokraci. Dhe këtë mbaj përgjegjësi për këtë shprehje që po them. Po është shumë e dhimbshme diktatura në demokraci. Ju nuk e ndjeni se jetoni andej. Por unë që po jetoj tani këtu, që po merrem me fushatën, ata të marrin amanet, ata të vinë nga mbrapa. Na kanë ndjekur dhe shishi, ma besoni. Edhe shishi na kanë ndjekur. Lëre që na përgjojë dhe telefonat. Kjo është minimal, por është e tmerrshme domethënë. Prandaj dhe strategjia ime është e njëjta me atë 2019. Por unë po gjej një Berat në 2025 më të dhimbshëm se 2019. Nëse atëherë isham pak i lirë për të komunikuar dhe për të palosur mendimet e mia, tani jam i privuar fare, më besoni jam i privuar. Sa bile jam të shqetësuar familjarët e mi për jetën time. Po, sepse këtu ka dhe banda. Ka të lidhur me banda. Unë po jam të them live. Qoj këto në Departamentin e Shtetit Amerikan. Po qoj, edhe unë jam gati të flas. Kjo është e dhimbshme. Tu nuk ka liri. Këta të lanë të flasë. Por këta pastaj të vjen timi ta të marrin bises. Ta të marrin amanet. Ju nuk i keni përvojë. Dëgjojnë dhe vlerësojnë dhe verifikojnë këtë që po. Unë sot kam qenë në Sin, kam bërë një takim në popullit. Ka ata njerëz që vërtet duan ndryshim. Ka dhe njerëz të tjerë që nuk vinë se kanë frikë për shkak të kësaj që po them. Dhe kanë arritur deri atje sa një somori kanë thënë. I somori paralizuar, kanë mbushur syt me lot, bashkë me besonin, bashkë mos besoni.
Kur ti ka thënë, unë do të heq 100.000 lekë. Unë jam një trekor shumë. 100.000 lekë për një kem, për shkrim, krim për kodin të gëllë. Që janë këto, të dëgjosh të gjëra makabre në këtë vend. Po kjo është të mërshme. Unë jam shoqëri civile. I thash, nuk duhet e di as për Sali Berishën, as për patos atë Edi Rama. Fare. Unë me njohës do t'jem deri në thellësi Sali Berishës dhe Partisë Demokratike apo partive të tjera opozitare që mua më mbështeten në këtë kandidim. Me njohës dhe i përulur bile para tyre. Por unë nuk dua të dalë në fushatë. Fare. Unë po e bëj fushatën vetë. Unë po e bëj thash me gazetarin dhe me djalin e tij. Jam shumë i kënaqur për këtë që bëj. Por problemi është se unë kam një perë të egur përpara. Të ndjek, të survejojnë, të shikojnë, të përçmojnë, të shkruajnë një profilet të mërshme në Facebook, të shajnë për gjëra që unë nuk i kam. Është të mërshme. Megjithatë, unë nuk i do. Kjo është e bukur. Që unë nuk i do. Ju siguroj juve, gazetarë që bën një punë të bukur, në përçoni fjalët tona, i çoni në. Unë nuk i do. Unë edhe si për të më vrasë, unë nuk e i do. Vetëm nëse shpirti im i ka. Por unë nuk e i do. Unë kam futur fëmijët e mi, i kam mësuar ta duan këtë qytet. Qyteti është i bukur. Por problemet i kanë shumë adore. Dhe nuk i kanë në qatim. As në dysheme. Po i kanë themel. Këtu është problemi themel. Ta cënojnë bashkëtesën fetare, që është gjë më e bukur në qytetin tim. Unë e kam promovuar këtu ka ardhur Besnik Mustafaj kur ishte ministri i jashtëm. Dhe kemi promovuar bashkëtesën fetare si shoqëri civile. Unë tani nuk më japin një ambient për të mbledhur shoqatën time, për të mbledhur popullin. Nuk më japin ambient, ne edhe prezantimin tim nuk më lanë në sallën e madhe ku e bëri Partia Socialiste. Unë e bëra në bibliotekën e qytetit, që kishte aq njerëz sa njerëz po ikin nga s'kishin çfarë bënin, se s'kishte karrige për të. Ama besoni, unë po i flas me zemrën në tokë. Unë s'po i gënjej ju. Unë po i them të vërtetën ju. Unë e di që kjo e vërtet e shëritur, por unë po ja u them ju, që ju t'ja çoni edhe Bashkimin Evropian. Ne nuk kemi gati, ja ky është realiteti. Leri fasadat e Edi Ramës. Lerini fasadat e Partisë Socialiste. Ata fasada bëjnë. Ai nxjerr në Facebook kryetari i bashkisë, nxjerr Mangalemin. Kur problemet e ujrave të zeza në qytetin tim është të mërshme. Hajdeni me mua në Shërbija, ose po ja vjen live, po ja tregoj kur të vet atje. Është të mërshme. Ande buk në shtëpi shkëri dhe ai nuk ka bërë buk se gjithë erë fekaleve ishte në shtëpinë e tij brenda. Është të mërshme. Po sa kanë raportuar këta në bashkinë e tyre, në preventivat e tyre. Miliona euro. Ku janë? Pra këta vetëm mashtrojnë dhe gënjen. Nuk po flas si për tjerë, po flas si i lir, si inxhinier dhe si njëri që vërtet unë duhet të them të tjerë. Se sot mua dha rasti dhe unë nuk e di nesër ç'do të ndodhë me mua. Por sot po i them që këtu është një tmerr i vërtet. Pani që po zgjavim, por më beson. Faleminderit zoti Shkarpa, meqense ju e hapët si temë, unë po paraprej pyetjen time, në qoftë se edhe ju kolegë më lejoni, meqense jemi në të njëjtin linjë të asaj që ju denoncua tani, dhe pyetja ime ishte parashikuar pak më vonë, por mendoj se është momenti i duhur për ta bërë dhe më pas vijojmë me radhën. Zoti Pavlo, a keni pasur ju presion për të tërhequr nga gara dhe kush në qoftë se po? Direkt jo, për që janë shumë i ndershëm dhe korrekt. Por fakti që këta po thërresin shokët e djalit tim që punojnë në bashki dhe i kanë thënë po të pamë më me të ne do të heqim nga puna, për ndërhyrje të tërthorta që ata nuk kanë se unë jam kurajoz e nderuar gazetar. Unë jam shumë kurajoz. Unë po i pickoj ata. Prandaj thash hapni Facebookun tim, Pavlo Shkarpa, dhe ju do shikoni unë kam nxjerrë një raport fotofar plagët e qytetit tim. Këta kanë privatizuar kinema. Dhe radhë ime është pa kinema. Qytet muze, pa muze historik. Pa kinema. Pa kënd sportiv. Pa fush futbolli këta i kanë marrë dhe i kanë bërë për veten e tyre. Unë nuk shërbij. Nëse doni, unë nesër ja u vje në gjitha. Këta kanë privatizuar markatën e qytetit. E kanë kthyer hotel për veten e tyre. Edhe i kanë marrë kryetarët e bashkimit. Këta kanë bërë pasuri dhe marrëmend. Po, hotele deri në Londër, hotele deri në Barcelonë, shtëpi
E këto nuk janë problem fare, i kam Sarandë, i kam Vlorë, i kam Durrës. Pra, unë nuk kam presionet të tilla, por ata kanë frikë, sepse gazetari me njërë thotë shumë po profesionalisht kuzhina. Po ai që frikën qytet. Këto nuk i ka bërë opozita shqiptare. Nuk i kanë nxjerrë ndonjëherë opozita. Sepse opozita shqiptare bashkëpunon me Partinë Socialiste. Fakti që ajo s'po vjen në pushtet, ka 27 vite, tregon që ajo bashkëpunon. Unë e kam thënë, edhe deputetëve që më shoqërojnë, por ju bashkëpunoni. Sepse ju nuk i keni denoncuar. Pse si denonconi këtë gjë? Pra, kjo tregon që unë jam një trusnin, por ende nuk më kanë shprehur që në një telefonat kërcënose. Por njerëz të pushtetit tyre që kanë lidhje me ta, unë i shikoj për ta. I shikoj. Faleminderit. Po, më falë dhe ta them edhe këtë, që i kanë marrë në telefon gazetarët. E kanë kërcënuar gazetarët. Pra, nuk kanë arritur direkt e mua, po i kanë thënë gazetarët. Ke stafi juaj. Ke stafi juaj. Po, ky shtafi. Edhe djalit edhe djalit ku kam vrit vetë që më shoqërojnë. Edhe më ruajnë, në kuptim më ruajnë. Filon i kam thënë kohës time, mund të ndodhi edhe në gjë. Se unë po ndij diçka. Unë e kuptoj këtë gjë. Por nuk dua të egzagjeroj gjërat që ju të thoni po i hiperbolizon. Pa në vërtetë, por nuk kam pasur akoma. Nuk e di. Por unë nuk e do. Faleminderit zoti Shkarpa. Fjalën e ka zoti Genc Burimi, i cili lidhet nga Franca. Shiko, zotri, po dëgjoj më shumë vëmendje dhe përmbledh pak a shumë ka 3 sfida. Mësoj një sfidë të parë, problemet e zakonshme Beratit, ndërsa e niset me UNESCO, por ja problemet e ujitëpisit. Ke problemin e sigurisë vetjake në këto zgjedhje, pra problemin e një diktature që ne e njohim para mirë, ndonse bërë pyetje nuk e njohim, po e njohim sepse kemi shumë diferencë në moshë dhe besoj që të gjithë ne kemi jetuar në një diktaturë komuniste. Ka edhe një sfidë të tretë dhe unë këtu duhet ndalem. Dhe këtë se kuptoj mirë, për të pyesë pak të zotin Bozdo, sepse kjo është një sfidë, për mua një sfidë legislative dhe jo bashkiake. Edhe sikur të zgjedhjen e kryetar bashkie dhe ju uroj me gjithë zemra një hedhje e shpejt vështrimi të ligjit shqiptar mbi pushtetin vendor, ju keni kompetenca dordoleci përballë, jo ju si persona, por sipas ligjit, përballë një këshilli bashkiak sot i dominuar gjerësisht nga Edi Rama, nga PS-ja. Prandaj, themun, as duhet filluar me publikun me këtë sfidë të tretë. Që kjo zgjedhje dhe po bë është një farsë. Që në Shqipëri imagjinohet një kuadër i ligjor, që kur bëhet zgjedhja e kryetarit të bashkisë, të bëhet zgjedhja e gjithë bashkisë dhe këshillit bashkiak. Është sikur të ndrosh ti në Shqipëri vetëm kryeministrin pa ndruar parlamentin, s'ka kuptimi. Është sikur sot të kesh në Shqipëri një kryeminist si Sali Berisha, një parlament të dominuar nga PS-ja. Unë këtë se kuptoj që nuk e dëgjoj në asgjën e asnjë personazhi sot në Shqipëri, qoftë në nivelin bashkiak, ashtu në nivelin qendror, ke PD-ja ose ke PS ose Partia Opozitës. Pra, nuk e di, ju e dini më se unë, por nëse po të zgjidhni nesër keni vetëm si kompetencë të emëroni punonjës. Ligjet i bën Këshilli Bashkiak. Pra, dhe bëri një pyetje, a nuk mendoni se duhet ftruar në debatin publik një votim i përgjithshëm, ose ju mendoni se vërtet edhe po të jeni kryetar bashkie, kjo mjafton për të bërë sa gjëra të mira Berat? Zoti Burimi, pyetja e juaj është më e bukur dhe unë kam respekt për ju se edhe në intervistat të tjera që i bën moni të dëgjoj shumë. Kam shumë respekt. Ju jeni shumë transparent, jeni shumë goditës për të vërtetë. Kjo që thoni shumë e vërtetë. Unë jam, nëse do zgjedhem kryetari i Bashkisë Beratit, kam një këshill bashkiak me një majoritare që janë këshilltarët e Partisë Socialiste. Por çfarë kam bërë? Përpara se të veten në këtë këshill bashkiak, për një problem në qoftë se unë do fitoj, unë kam ngritur këshillin qytetar, që do të thotë, unë do mbledh popullin e Beratit në mes të Beratit. Do jem transparent me këtë popull, se ky popull po më çon kryetar bashkie. Do t'ia them të gjitha problemet. Në Kala është ky problem. Në Goric është ky problem, po flas për qytet. Pastaj kur do jem në Sinj, do të mbledh popullin e Sinjs, është këshilli qytetar im, do shtrojmë problemet, do të them. Ky si ka këto probleme. Por unë kam një problem, që ju po ja u them. Dhe dua ndihmën tuaj. Unë do bëhem palë me ta. Unë jam një kryetar bashkie, është një litar që është tek,
kur bashkohet populli bëhet dysh vend më i fortë. Edhe unë do jem dysh, do vend më i fortë se që janë vend kryetar bashkie, se do kem popull. Unë do i them popullit sinjës, ne do bëjmë këtë rrugë me këto lekë, me këto. Taksa tuaja këto, unë do bëj kaq. Por ku do vende? Nëse Këshilli Bashkiak me mazhoritarin këshilltar të Partisë Socialiste nuk miraton projektet e mia, ju do habiteni në aty ku jeni, që këtu do bëhet një gjë. Unë Edi Ramën nuk e pranoj në Berat. Do t'i them atje, ti nuk do futesh në Berat. Do nxjerr popullin tim. Do t'i them nuk futesh në Berat. Rregullo Këshillin Bashkiak, pastaj hajde në Berat. Unë do t'ja bëj presionin e parë, sepse unë po i them që sot hajde të bisedojmë bashkë, hajde të flasim bashkë. Unë, kjo është një rrugë, që unë e marr për sipër, për dashuri që kam për qytetin tim. Se unë nuk të eci, atëherë këto janë zgjedhje jo farsë, po kalon farsë. Unë jam dakord me që thonë, që këto janë zgjedhje që vërtet do janë thjesht për të kaluar atë. Që sepse edhe dorëheqja e kryetarit të bashkisë Beratit është farsë për të bërë ministër. Të bërë deputet të kësaj ministër. Se ai premtimet e tjera ka lënë njerëzve. Dhe këta për ironi thonë, ne do zgjedhim përsëri kryetarin e Bashkisë Partisë Socialiste se kemi lënë punën për gjysmë. Ora, këta janë mjeshtra. Ora, këta janë që them unë. Unë e kuptoj. Dhe më vjen mirë që ti e ke mësuar që këtu jemi në diktaturë, po diktaturë në demokraci. Kjo është e tmerrshme. Unë do gjej forma dhe këtë derë. Nuk mungon kuraja, sepse arma ime e fortë është ndershmëria. Unë nuk kam pika të zeza në ty. Pika të zeza. Po kam dashuri dhe kontribute për qytetin tim. A vjen paqja dhe lufta fitohet me individ? Ka raste që edhe shpikohet. Unë popullin do ta ngrej. Do ta ngrej dhe ju do habiteni kur gjoni që paku shkarpa, ky djalë Berati, nuk do ta pranoj Edi Ramën te Urani. Po, unë do ta bëj këtë. Po e mora. M'pani, po si përgjigjet pyetjes time. M'pani një, se mora përgjigjen. Siç e ka pyetja ime. Pyetja ime është, a nevojitet apo jo, po ne do flasim me Bozdon, që në Shqipëri të ndryshohet kuadri ligjor, që kur ka zgjedhje të parakohshme të kryetarit bashkisë, të ketë të Këshillit. Atëherë, Eno Bozdo është një deputet i qartë të Beratit, nga Partia Demokratike, nga listat e mbyllura në toni, deputet. Dhe mua më ka përkrahur në iniciativat e mi, dhe unë e kam thënë, sot ju keni një pushtet vendor të centralizuar, që do të thotë, çdo gjë në Berat vendos Ministria e Kulturës, Blendi Gonxhe, për lejet e ndërtimit të banesave brenda qendrës historike, që do të thotë që për stadiumin vendos Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Beratit më falë është pasin lloj Begrandi, pasin lloj. Por unë kam kërkuar që në fillim i kam thënë, po nuk u bë decentralizimi i pushtetit vendor, këtu ne do të vojmë shumë. Pse? A ka logjik që një banesë në lagjen Korricë, që është brenda qendrës historike të qytetit, të miratohet të kërkohet leja në Institutin e Monumentit të Kulturës? Pse? Instituti i Monumentit të Kulturës duhet vinë në Berat, duhet punojnë në Berat. Dhe këtu në Berat ky institut duhet punojnë dhe të kuptojnë që mos të vejë leja një vite qytetarit që kërkon, po të kërkojnë për një muaj, për 10 ditë i jepet leja dhe qytetarit të vazhdojnë. Sepse këta njerëz sot kanë qenë një monument kulturore në qytetin e Beratit, në Velabisht, që është gati 5 minuta nga Berat. Një orë që është ndërtuar në Shqip në vitit 1760. Ajo orë është të merë i zi. Ajo po shkatërohet. Një objekt i trashëgimisë kulturore, më besoni, që bota e ruan me fanatizëm. Dhe këta çfarë bëjnë? Po mirë, thash, kush do ta fusin në burg këtë person që nuk ruan urën? Po pse fusin një njeri i fshatar të ndershëm të thjesht se bën një banjë në baqen e tij apo bën një kasollë për bagtin e tij, ne e fusin në burg. Dhe këtë njeri që po dëmton monumentin nuk e fusin në burg, pra shteti nuk e fut shtetin, por fut individin, popullin e tij. Këtë janë të dhimbshme. Pra, ne jemi në një moment decentralizimit të pushtetit. Sot i ka Edi Rama të gjitha gjë. Edi Rama kryq, as të pyet fare sekretar bashkie, ju e keni parë, e tjera që unë të paktën po e mora, zërin do ta ngre dhe juve do më dëgjoni. Dhe juve
ne do kemi edhe intervistat të tjera në emision. Por sot dua t'ja denoncoj që dhe ju t'i denonconi në shtetin tuaj aty ku rini dhe punoni. Që nuk jemi, ky është terreni i zgjedhjeve që ne po bëjmë në bashki. Nuk e di çka kanë të tjerë, po te mua shumë. E në boza, po si bëri këto, ikën nga Berati. Ikën nga Berati. Po ikën nga Berati. Po si bëri këto. Po si bëri këto, po se keni ka thënë, du t'i gresh parlament dhe populli Berati du t'i dëgjoj të gjë. Kjo është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Populli Berati vuan këtë gjë. Pse nuk shkuat juve? Pse nuk shkuat për deputet juve? Pse nuk shkuat për deputet? Se Partia Demokratike apo me parti tjetër. Jo, haroj demokratikën. Haroj, vetëm. Haroj demokratikën. Haroj PD-n. Po. Si sot? Zoti Borimi, edhe ju të vini këtu, ta nuk ta shklejnë shumë. Paqe ta vetë. Ta na duan, vini na thresin për të fushat, nuk na thresin për të bërë deputet. Unë e di të gjitha. Po të isha një deputet, dhe isha që po flasë këtu, të isha në përta. To janë gjëra që nuk i kemi arritur ato nivel. Nuk i kemi arritur sot. Edhe ju jeni një gazetar i shkëlqyer. Unë kam shumë respekt, para për çfarë. Ju jeni vërtet. Jeni njëri që debatoni për të drejtën dhe për të vërtetë. Po dhe ju po të vini këtu në vetë deputet. Harrojnë. Ju thua vetë për ide. E di, sot mbrodhe firma e çove KQZ. KQZ-ja ju miratoj shumë bukur. Të njëjtin proces, se nuk e bët për deputet, kjo është e pyetja, pastaj fitoni. Unë e bëj. Por do më luftojnë. Sepse nuk munduam, po nuk munduam. Po kush dallimi vidis? Po mbështet Partia Demokratike sepse Partia Demokratike nuk kishte kandidaturë për të vënë këto zgjedhje një vit e gjysmë mandat. Nuk kishte. Prandaj dhe më kanë thënë ti eroj ton. Po, nuk kishte. Dhe unë nga marrë sepse ata nuk kishin. Por unë i thash, nuk ka kjo problemi për mua. Për mua është dashuria për Beratin, asaj gazetarës nderuar të Shtetit Bashkuara, prandaj dhe i thash, në 2019 unë kam marrë gjithmonë për dashurinë e Beratit. Edhe sot vi për dashurinë e Beratit. Unë i kuptoj që mandati im është shumë i zënguar. Po të kishe patur PD-ja kandidatë, shkollën e juve? Ti? PD-ja. Kishe patur. Jo, teorikisht. Do ta sfidonin? Nuk kishte një djalë ekuivalent si mua, unë nuk vim. Se din që do mendonte si mua, dhe do punonte si mua. Po, ma beso. Ma beso. Dashuria për qytetin është sublime, kuptoj mjaft mirë, zoti Shkarpa, dhe kjo është një motiv thelbësor, mendoj, për të bërë këtë zgjedhje. Nuk është do kuraj të merresh me tyçdhen politik dhe ngar. Japim fjalën zonjës Elida Buçpapa, e cila lidhet nga Zvicra. Ju përshëndes, zoti Shkarpa. Faleminderit shumë. Duhet ju them, ju përshëndes, edhe më duket kjo iniciativa juaj më duket është frymëzuese. Edhe ne ju mbështetim. Edhe është aq frymëzuese se na bën që të vim të gjitha atje edhe të bëjmë fushat. Ju jeni përfaqësues i pavarur, ndërkohë që thoni se ju mbështet opozita. Ju as deputetin e Partisë Demokratike dal nga listat e mbyllura, që nuk e ka provuar veten ai në Berat se sa i vlen të lëkura, në fjalën popullore, nuk e keni aty. Nuk e keni asnjë deputet të opozitës, sepse tash janë vetëm 5 bashki. Kështu që normalisht opozita duhet i ndante gjithë burimet e veta njerëzore edhe t'ju mbështeste juve. A ndjeni këtë mungesë? Tani, me të drejtë. A ndjeni mungesën e opozitës se ju nuk jeni të pranishëm as në atë faqen e opozitës, as në televizionin e opozitës, ju nuk i keni as deputetët e opozitës atje. Ku janë ata? Se unë e kuptoj që Edi Rama ka pushtet fort edhe pushtet hekurt edhe pushtet shelikt, këtë e kuptoj, po ata ku janë? Ku e keni opozitën? Tash ku është opozita? Po, këtë që po thoni do t'ja përgjigjesh shumë të sinqertë dhe të ndershme.
Për jetës së vërtetës, deputetët e Partisë Demokratike më mbështetin, dhe sidomos Zia Ismail, i djalë shumë i mirë, dhe unë jam shumë i kënaqur. Por problemi është se ka brenda Partisë Demokratike ka shumë probleme. Dhe unë i bëre një pyetje, pse se merrni ju pushtet? Pse nuk gjetni ty një kandidaturë brenda radhave tuaja? Po moderator mu. Po ja ti ke kontribuar, je shumë i mirë, ke një background, po ti të do, qytetar të duan tjerë. Jo, problemi është ju, unë nuk jam pjesë e juaj, unë nuk kam marrë të rregulloj problemet tuaja. Po ju, si do ta merrni pushtetin? Këta kanë 27 vite dhe po pretendojnë të marrin. Dhe në një vit e gjys kërkojnë mandatin, një vit e gjys. Mendo tani ata duan dhe mandatin tjetër. Pra ju si do bëni? Unë e kuptoj që Partia Demokratike ka probleme. Bile, me sinqeritetin më të madh, ju një gazetare shumë prezioze dhe vajza ime që jeton në Zvicër një të mirë dhe më ka folur me superlative aty ju. Më ka thënë këto fjalë. Kujdes Pavlo, në ata që të mbështesin. Kujdes, më kanë thënë mua. Kujdes sepse mund të bëjnë një kompromis me të komisionerët e Partisë Socialiste. Dhe nesër të vota që unë ndjej që do marrë një lumë votash, mund të spomojnë dhe mund të gabojnë. Nuk e di. Por unë të fushat, kam dhe djemë të mi, njerëzit që më mbështesin, dhe po i kontrollojnë, njerëzit që më duan, mi tregojnë sa të vërteta e tjera. Pra, kjo është, por që të them të mua që s'ka qenë deputetin me mua, nuk e them kur. Deputeti Zia Ismaili mua më ndjek në çdo aktivitet, në çdo rrugë që u marr dhe në çdo takim. Kjo është e padiskutueshme. Por problemi është se nuk e ndjej sa dhe si duhet forcën e opozitë. Për shembull, Agron Shea nuk ka ardhur një herë të më takoj. Ky Adelti Klap nuk ka ardhur një herë të më takoj. Bile edhe në prezantimin tim si kandidat nuk erdhi. Por erdhi forca Partia e Lirisë erdhi te Blushi dhe mbajti një fjalim shumë të bukur. Po erdhi faqësuesi i Partisë Demokratike ishin dy deputetë, e në Bozo edhe atë ja përgjigj dhe zot Durim. Por ishte Partia Agrare, Agronduku, me përfaqësuesin e vet. Pra, disa kanë ardhur, disa s'kan ardhur. A duhet të vinë gjithë atje? A duhet të më shoqërojnë atje? Por unë kam thënë, unë nuk jam kandidat i juaj. Unë jam i pavarur përderisa unë mora firmat të regjistroj. Pra, unë jam i pavarur, nuk jam juaj. Por forcën, patjetër formula kështu vezë apo çfarë? Që kandidati dilë nga shoqëria civile, do të mbështetet nga opozita. Por nga Partia Demokratike, për një të vërtetës, nuk mund të thënë që s'ka mbështetje. Është gjuna. Por brenda saj ka probleme. Ka fraksione dhe grupe që mua më sulmojnë. Po, ju do them, më sulmojnë. Ç'të duhet ty që jetë? Ndërsa një tjetër thotë ti rojon, po ngrev. A besoni që unë po ngrev Partinë Demokratike, po luftoj të ngrihet opozita? A besoni këtë gjë? Që unë po ngrev opozitën me fytyrën time? Para dhe i thash, është një shans për ju. Sepse kryetari i vdekës Partisë Demokratike në Berat, dha dorëheqje. Dhe unë i thash, nëse unë nuk të pëlqej uniki, dilti, dhe unë do të mbështes. Pra, këta kanë probleme. Dha dorëheqje, po dha dorëheqje për të gjithë, quve. Dha dorëheqje. Dhe kjo është trishtueshme. Dhe nuk ka ardhur një herë të më takojë për të gjithë. Pra, problemet e Partisë Demokratike janë të tashme. Një opozitë e dobët lën pushtetet e Tiranës. Dhe mua më vjen keq për të gjithë. Dhe kjo po ndodh, dhe ndoshta u them se do të ndodhë më. Se ka në një alansë të fshirë, unë këtë nuk e di zojnë të shpanë. Por unë do të informoj ju, se keni një komitet atje, po është dhe vajza ime në Zvicër, që të dini të vërtetë. Sepse unë, nëse po bëra kryetar bashkie, unë do t'i drejtojmë dhe komunitetit zvicerian, për të më ndihmuar, se këtu ka shumë probleme. Po unë kam miq dhe shokë dhe në Zvicër, unë kam miq dhe shokë dhe në Stanov, unë kam miq dhe shokë dhe në Bruxelles, unë kam miq dhe shokë. Të tërë do të shfrytëzoj, sepse unë bëra fytyrën time dhe fytyrën e Beratit tim me pasaportën që ka. Kjo është këtë. Nuk e di më këtë të të. Ju uroj sukses edhe atë. Ju bashkë ju bërnajnë, sepse vajza më ka përnë me superlativ. Faleminderit zoti Shkarpa. Fjalën e ka zoti Ardian Mura, i cili lidhet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Shkarpa, faleminderit për mundësinë që na dha sot. Kemi vetëm 2-3 minuta nga dalja e këtij programi, kështu që besoj dhe kjo pyetje u ezaurua pak a shumë, por vetëm për ta përmendur,
ajo ka të bëjë me ndërthurjet e çështjeve të trashëgimisë etnokulturore, sikurse edhe të atyre fetare që u përmendët për qytetin mijëvjeçar të Beratit. Të para ato në lidhje me popullsinë dhe zhvillimin ekonomik, ndaj një fluksi turistik i cili ka efekte pozitive dhe negative për qëndrueshmërinë ekonomike dhe sociale apo pronësinë private, fuqinë punëtore të tjera të qytetit tuaj. Si i shihni, si do i zgjidhni ose si jeni ndeshur, si shihni dhe si do i zgjidhni. Ju falemnderit. Falenderoj, mora është pyetja më e bukur dhe ndoshta që unë kam dëshirë të bëj shumë krejt. E para njerë kur në Berat mungon infrastruktura turistike për të fluks turistësh shkollë. Ju dini që ky fluks turist është rritur edhe për shkak të luftës që po bën në lindjen e mesme. Ata që vinë këtu janë dhe turistat e Izraelit, janë dhe të Sirisë, janë dhe të Irakut, janë dhe të Iranit, janë dhe të Libanit. Pra, ky fluks është i vërtetë. Sot mund të kesh këtu mbi 2-3.000 turista që janë. Po ai përgjigjet qyteti im i Beratit këtij fluksi. Më vjen keq. Po e them me zemër dhe më beson. Këtu në këto hotelin tim komplet nuk ka banjo publike qyteti i Beratit. Dhe njerëzit po i drejtohen lurishteve dhe lumit. A e besoni? Është turp. Please më tha një vajzë, të lutem, më ndihmo. Po e bash vetë në shtëpi. Dhe këtu nuk ka një banjo publike. Këtu është turp. Po nuk ka në Berat. Ka një banjo vetëm një qytetar që ka një banjo private. Mungojnë banjo publike dhe një turistët i drejtojnë kalas. Këta nuk i thonë këtë gjë. Po do të them se nga bjallë Berati dhe jam shoqëri civile. Gjërat, këto resurse duhen shfrytzuar. Pra, guida turistike këtu më bëjnë. Por, për atë që thotë bashkëtesë, ka shumë probleme dhe bashkëtesë. Sepse këtu, këta problemet, këta e duhen bashkëtesë në kanë fasadë. Bashkëtesa duhet jetë në themel. Nuk do të cënohet për bashkëtesë. Nuk do të cënohet kur, se kjo është amanetit parë të tanë. Kjo është një gjë më e bukur që ka Berati. Në fund të fundit ky është postulati që ne pranon në UNESCO. E para, ky është ajo themeli i pranimit të Beratit. Por çfarë të them unë? Por ikonografin mesetarit të Beratit e mban Korçë. Me një urdhë të marrë shpektiv, ikonografia mesetare e këton Korçë. Unë po bëra kryetar bashkie, do më dëgjosh zoti Mora që unë do ta marr. Nuk e lë. Që është vlera e qytetit. Kodiku i përportit Beratit është 6, që është vlerë dhe erë e qytetit tim. Ndodhet, nuk shikojnë turistat. Unë do të bëj një muze. Pra, kam shumë programe të bukur. Po, inshallah fiton. Të tjera, trashëgimia këtu është më vëllai. Si ajo materiale, si ajo shpirtërore, si ajo kulturore, është më vëllai. Këtu mungojnë muzeume, unë kam dëshirë që Beratit për të vini ndonjëherë po e mora, do ta shikoni me një hyrje shumë të bukur që kam një projekt shumë. Sepse Berati ka trenda. Qyteti i bashkëtesës së Tat, qyteti me pasaportë UNESCO dhe qyteti me 5 semër. Ju i dini emrat e Beratit. Antipatre, Pulkeriopos, Belgradon, Aksaisar dhe Berat. Janë emrat e qytetit tim. Është qytet që i vërtet duhet vlerësohet. Me i bukur në botë, mund të themi, po me probleme shumë. Unë mendoj se do një dorë të fortë. Por këta, me centralizimin që i kanë bërë pushtetit lokal, vendor, është edhim shpërfa. Por unë do të luftoj. Që dhe ju si gazetar, që jeni prestigios, dhe jeni si union, dhe faleminderit shumë, që më morët dhe më intervistuar, unë do të kënaqë. Do jem një pjesë a juve, se unë tashmë e di çfarë kërkoni nga ne. Edhe unë do jem një pjesë a juve. Dhe Berati do ketë më i lakushëm dhe më i bukur nëse unë do ta marr. Ju falenderoj. Faleminderit shumë, zoti Shkarpa. Unë mendoj se të gjithë kolegët i kemi ezaruar pyetjet tona. Të urojmë suksese. Po mendoja në këtë mbyllje se ajo me fjalët që e nisët që strategjia e fitoris tuaj është dashuria për qytetin, ju uroj të sjell fat e suksese në këtë rrugtim. Faleminderit shumë. Mirënjohës me përurësi ju them për të. Faleminderit dhe mirënjohës. Ju përkullem me respekt. Faleminderit. Faleminderit.